Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për ftesën. Po një ndeshje me plot emocione, për tej emocioneve dhe tensioneve që pati në fushë, për shikuesit pati edhe shumë spektakël, me gjitha ato sulme, kundërsulme, golat shënuar, të anuluar, vari. Si e po në përgjithësi ndeshjen mes Realit edhe Barcelonas? Gjithmonë El Clasico dhëron spektakël. Një javë para se të zhvillohet, një javë masi të kryet, ka polemikat shumëta. Real Madridi ma në fund e meritoj fiturën plotësisht, e pas parasysh që sezonin e kalum i ka hup 4 El Clasicot të vërshi ato duelet tjera, edhe kësaj here, si duke Xabi Alonso e kish përgatit mirë ekipin, ka lujt shumë ma mirë, e ka dominu Barcelonën se në aspekt, edhe menej që fiturja 2-1 është okej, po edhe me pas fitu edhe ma bënd shumë me pas fitu, ish kompletësisht e meritume, edhe pse jena mësu gjithmonë El Clasico me prodhu shumë golla, kësaj here u anullum 2 të Kylian Mbappés, me gjithatë El Clasico si El Clasico i ka mbet a jemni edhe pse më duket që si pas mendimit e nuk anulluan 3 gola dhe një i Bellinghamit. Po, 3 gola. Edhe pse një penalti e shkuar hoq. Edhe pse thash që i ka mjetë emni po dyqysh nashta jena mësu ma të rivalitetin e më që Messi Ronaldo dhe sa të adaptuemi me këtë generatën. Nuk e di, pa shumë komente ta kësë disi edhe e këthyen Jamal me ato postime që i patin Instagramin e ti pak dit parandeshës e që më pas edhe i dhuroj pak më shumë dramaticitet, po besoj ndeshjes, tifazëve, mënyrës se si u komentua, mënyrës ndoshta edhe i natin mes lojtarëve me zveti që e shfaqëm më pas edhe në fushë. Pikrisht mendoj që ato deklaratat e Jamalit të pamatuna. Ishin të pamatuna, po. Do t'i quaja për shkak se është një djalosh i ri, një talent i jashtëzakonshëm, 18 vjeçar, i cili duket që mendoj që është të dëmtu veten me stu veprime jashtë fushës, dalja nëpër klube, deklaratat e pamatuna, sigurisht që është të i shkaktu vetës një farë presioni dhe telashe, po thujse në se cilën ndeshje që pëllum, po kryen armitësi, djeu po qësare kishte kontakt me tupin, krej stadiumin kundër tij, nuk është që bëri diçka të veçantë. Performanca tje edhe u diskutua shumë se nuk pati shumë. Ishte një performancë shumë e dobët, krejt 0 gola, 0 e pak një gjyqatje mi port shumë lartë dhe nuk ishte asnjë në target, ishin në statistikat që dalën dje. Statistikat ky ishte i tashëm, po Real Madridi dje e ka meritu fiturën se të në aspekt, ajo që më ka befasu përveç Kylian Mbappés, Jude Bellinghami u kthy te golli, ka qenë paraqitja e Viniciusit, e cila mendoj që ka qenë njëra pi më të mirave kohëve të fundit, edhe pse e prishi pak vend me atë ndrimin që su pajtu, po Po, dhe ishte meritor për në fakt se si rodhi ndeshja, ndoshta tani këto pak nacit tek lojtarët edhe din t'jem, po që do duhet ndoshta të menaxhoj më mirë. Zakonisht ndeshje tjera shpos pak naci në fush, kapët me kundërshtor, me tifoz, po kësaj here më duket që e moti për fund dikun tjetër. Kur po flasim për Barcelonën, pam se po thuaj se nuk ishte ekipi i parë me cilin luan edhe Barcelona luajti me lojtarë të tjerë. Si e vlerëson krejt paraqitjen e Barcelonës dje në këtë ndeshje? Përgjithësi mund me thonë që ishte një paraqitje e mirë, po të i pas parasysh mungesat të Rafinhës, Lewandowskit, Gavit, praktikisht Barcelona lujti me sulmin në rezervë, do të të Rashfordin edhe Ferran Torresin që sa po u kthym duket pi lëndimit, edhe sigurisht që ato mungesa. Po që dyshe ishte e mirë. Po, më përgjithësi lujti mirë, më thash që ishte paraqitje e mirë, po të i pas parasysh ato 3 mungesa, sidomos Rafinhës edhe të Gavit me sfush, unë besoj që të shinkone ata të kompletum, ndesha kishte pas një kaje tjetër, po nuk është fundi i sezonit, janë zhvillu veç 10 ndeshje, dhe Xabi Alonso mas ndeshjes tha që kjo është vetëm fillimi i sezonit, 5 pikë diferenca në tabel nuk është e madhe, të pas parasysh që sezonin e kalum, u pator një moment kër Reali e pa te i kalu Barcelonën në tabel, edhe ishte 5 pikë para Barcelonës, po në fund Barcelona e fitoi titullin e kampionit. Edhe ka ende rrugë për të bërë deri. Ashtu e thanë edhe lojtarët dje pas interesat që besojnë ende. Po sigurisht El Clasico i parë pak është ma i veçantë edhe ma e motivon ekipin për ndeshje tjera.
Si ka ndiku, më ndalë edhe njerë tek deklarata takit Jamal, ndoshta në presionin e tifozëve më pas ndaj tër ekipës. Po se sa herë që ka pas kontakt Jamalli me topin, ka pas fishkëllima, cilat më pas edhe ishin komentu nga stafi i Barcelonës. Po dha incidenti kur ndodhi te kartuni që Po, krejt në fund flasim edhe për reflektoj me çat